Selin ka qenë së fundmi e ftuar në një emision, ku ka folur për herë të parë pas triumfit në Big Brother. Ajo ndau me publikun pra pas skenat e eksperiencës në shtëpi. Emocionet e forta që ka përjetuar dhe ndikimin që ky program ka pasur në jetën dhe karrierën e saj pas daljes. Rrugëtimi i saj nuk ka qenë i lehtë, pasi përveç momenteve pozitive dhe lidhjeve të krijuara, është shoqëruar edhe me përplasje të forta me banorë të tjerë. Ndër konfliktet më të përfolura mbetet ai me Rogertin, i cili së fundmi ka deklaruar publikisht frazën "shihemi në gjykatë", duke rritur tensionin edhe jashtë shtëpisë. E pyetur nëse ka pasur komunikim me të pas përfundimit të spektaklit, Selin u shpreh: "Në fakt, jam e informuar. Rogerti, së bashku me një këngëtar, ka bërë një këngë për të cilën shumë më kanë sugjeruar që ta hedh në gjyq. Në fakt, nuk kam patur komunikim me Rogertin." Ajo shtoi më tej: "Unë e kam thënë edhe brenda shtëpisë që me një person si Rogerti nuk do të kishte kur vend në jetën time. Kështu që, për të njëjtën arsye, as nuk i kam shkuar mbrapa këtyre proceseve gjyqësore." Në fund, Selin theksoi qëndrimin e saj të prerë ndaj situatës. "Më beso që jam aq e plotësuar me ato të mirat dhe të këqijat e mia, sa nuk kam vend për Rogertin. Uroj që vërtet t'i ketë ecur mbar, nëse ka pretenduar se do t'i ecë mbar."